Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejtë nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët e tanë me lajmin e fundit që na vjen nga Liga Demokratike e Kosovës, e cila sot ka mbledhur grupin e saj parlamentar dhe janë duke diskutuar për atë se çfarë duhet të bëjë ky subjekt politik nëse duhet bashkëpunojë me lëvizjen vetëvendose për të krijuar institucione të reja. Pas pak do kemi një lidhje direkte me Ligën Demokratike të Kosovës, atje ku kemi ekipin tonë të televizionit, ku pritet të dalë në konferencë për shtyp kryetari i këtij subjekti politik, Lumir Abdigjiku. Ndërkohë, një aksion sot herët në mëngjes e ka organizuar Partia Demokratike e Kosovës, të cilët fillimisht kanë shkuar para qeverisë së Kosovës, kanë dashur që të takojnë Kurtin për të thënë atij eja në Kuvendin e Kosovës. Më pas kanë shkuar në Kuvendin e Kosovës dhe i kanë dërguar një ftesë kryesuesit të seancës konstituive zotit Dehari, i kanë kërkuar atij që ta ftoj për nesër seancën konstituive për të diskutuar për rolin dhe qëndrimin që do ta ketë Partia Demokratike e Kosovës, mirë pa atë se çfarë pritet të ndodhë nesër në seancën nesër në orën 11, kur këta supozojnë që do të mbahet seanca konstituive. Me mua në studio do të jetë pas pak Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë, një ditë më herë në Kuvendin e Kosovës ka pasur përplasjen mes deputetëve të pozitës dhe të opozitës, po ashtu kanë qenë pjesë edhe mërgata shqiptare të cilët kanë shkuar në Kuvendin e Kosovës pasi ky institucion ka hapur dyert për ta. Njëri prej atyre që ka marrë pjesë në këtë takim me deputetët e Kuvendit të Kosovës sot është në paraburgim për shkak se i njëjti ka kërkuar që të vritet Ramosh Haradinaj. Sigurisht një deklaratë e tillë skandaloze ka ngjallur reagime të shumta në radhë të parë tek bashkëluftëtarët e Ramosh Haradinajt, dhe unë kam vendosur që në pjesën e dytë të emisionit frontal të bisedoj pikërisht me njërin prej bashkëluftëtarëve të Ramosh Haradinajt, të cilët e kanë ndarë fushën e betejës bashkë, e ai është Bujar Haradinaj. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para se gjithashtu titujt kryesor. PDK vendoset të qeveria në 8 e mëngjesit të shkojnë të zyra Kurtit, të kërkojnë që ai të shkojnë në Kuvend. Opozita i kërkon Deharit të ftojë seancë kryesuesi nuk u përgjigjet, këta do të shkojnë nesër në sallën plenare. LTK mbledh grupin parlamentar, Osmani tregon pse nuk ju bashkua PDK-s aleancës në aksion në Kuvend. Policia e arreston në mërdarin një burr të dyshuar për spionazh të shtatë, mëson se ai ka punuar në presidencë në kohën e Vjosa Osmanit. Këta janë vetëm titujt kryesor, mirë po ne kemi shumë informacione tjera që kemi përgatitur në kuadër të kësaj magazini informative, të cilën po e nisim me një aktivitet që qysh herët në mëngjes sot e ka pasur Partia Demokratike e Kosovës. Deputetët e këtij subjekti politik kanë shkuar tek zyra e kryeministrit, tek ndërtesa e qeverisë për të takuar herët në mëngjes Albin Kurtin, mirë po nuk kanë arritur një gjë të tillë. Megjithatë, i kanë kërkuar Kurtit që ai të shkojë në Kuvend dhe jo në qeveri. Mëngjesi i gjeti para qeverisë. Madje deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës aty arretën para kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, brenda nuk u lejuan të deportojnë. Derisa e presnin jashtë, jo shefi i ekzekutivit, por zëdhënësi Ardin Mandxuka u drejtua për në objekt, e nga aty po ati një mesazh për ligjvënësit. Por kërkesën që e kanë për Kurtin e përsëritën pa kryetarin e partisë e para medjave. Ai duhet të jetë në Kuvend, aty bashkë me ne, për të themeluar institucionet, për të konstituar Kuvendin. Nuk jemi ne këtu me bopoq. Ne jemi këtu me i thonë Albin Kurtit, zotri e janë Kuvend, shumicën e ke, ndërtoje qeverin dhe ecin tutje. Duke ju referuar si deputet, këta po thonë se Kurti po e ushtron detyrën jashtëligjshëm. Ne këtu jemi mja kujtu detyrën. Kjo është qeveria e Republikës së Kosovës, e cila jashtëligjshëm është duke u qeverisur në thojza nga një deputet si që jam unë dhe si që janë gjithë kolegët e mi këtu. Jemi këtu me këty, me u mundu, me bu përpjekje dhe s'kemi me undalë. Nuk kemi me undalë. Albin Kurtin tashmë po e konsiderojnë vetëm si uzurpues të shtetit. Ky njeri nuk është kryeministër, është një deputet zaptus, është një deputet uzurpator, i cili e ka uzurpuar zyrën e kryeministrit, i cili merr vendime në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës,
në kundërshtim me ligjin për qeveri. Por në objektin ku pritej qysh prej herët në mëngjes, kurti me gjas nuk ndodhej as pas gati 2 orësh. E me pas deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës nga qeveria e Kosovës kanë shkuar në parlament, atje ku me një kërkesë janë drejtuar kryesuesit të seancës konstituive Avni Dahare, duke kërkuar atij që të ftoj vazhdimin e seancës. Ata kanë mujtë është edhe me hy në ndonjë rrugë tjetër alternative në rregullisht, po ne nuk do të ndalemi. Nuk do të ndalemi. Pas ekzekutivit u drejtuan për në kuvendin e Kosovës. Deputatët e PDK-s kërkesën për thirrje të seancës konstituive vazhduan edhe në institucionin gjyqvënës. Madje këta thonë se edhe kuvendi është marrë peng. Kuvendi i Republikës nuk është i një partie politike. Kuvendi i Republikës i takon të gjithë deputetëve të zgjedhur të parlamentit, të cilët janë betuar në këtë parlament. Dhe nuk mundet që një parti politike ta shantazhoj administratën e kuvendit. Prandaj, për këtë do të takohemi me sekretarin bashkë me 2 kolegët e mi. E nga kuvendi morën hapa konkret. Ky subjekt politik dorëzoi edhe një herë kërkesën për thirrjen e vazhdimit të seancës konstituive. E me këtë rrugë, deputeti Përparim Gruta i kujtoi diçka Deharit. Dehari është kryesues seance as pse është burr i mirë, as intelektual i dalluar, as politikan i përgjithshëm, është kryesues seance veç për një cilësi, për shkak të moshës. Prandaj kërkoj mos me abuzu. Për të dorëzuar më pas kërkesën në zyrat e kuvendit. Në minutë desë për të vëllur. Atë po e kërkojnë të pramtë në ora 11. Sepse rregullora, siç dihet tashmë, kërkon që të ketë mbledhje ose vazhdim mbledhjes çdo 48 orë. Ne kemi dorëzuar këtë kërkesë për të kërkuar respektimin e kushtetues al gjykimit gjykatës kushtetuese dhe rregullores së punës së kuvendit. Ju tashmë e dini që afati për konstituimin e kuvendit ka kaluar. Seanca e fundit për konstituimin e legjisłaturës së 11 u mbajt të shtunën e 8 gushtit, mirë po pa rezultat. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Albolena Haxhiu, ka reaguar ndaj, siç ka thënë, përfshirjes presionit ndaj stafit profesional të Kuvendit në përplasje politike. Haxhiu përmes një postimi në profilin saj në rrjetin social Facebook ka shkruar se mospajtimet politike duhet të mbeten mes barzëve të përgjegjësive politike dhe se opozita nuk duhet të përfshirë zyrtarët profesional të Kuvendit në këto përplasje. Opozita nuk duhet të përfshi stafin profesional të Kuvendit në këto përplasje, ta vërë në presion apo të shënjestroj për shkak të punës që kryen në kuadër të përgjegjësive të veta institucionale, ka deklaruar Haxhiu. Ajo ka kërkuar që çdo vërejtje ndaj punës së saj të adresohet drejt për drejt tek ajo ose përmes mekanizmave institucional. Sipas Haxhiut, zyrtarëve profesional nuk duhet të atribuohet motive politike vetëm për shkak të detyrave që kryen në kuadër të Kuvendit të Kosovës. E në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, bashkë me atë të Partisë Demokratike të Kosovës, kanë mbajtur sot një konferencë për shtyp, ku Aleanca në këtë rast i është bashkuar ftesës së PDK-s dhe kërkesës së kësaj partie politike që nesër të thirret seanca konstituive. Ne kemi dërguar një kërkesë zyrtare si Aleancë në koordinim me partitë politike që kanë qenë në opozitë. Kemë kërku takim me kryesuesin e seancës konstituive, zotin Dehari, në mënyrë që nesër, në ora 11, kur kalon 48 orëshi, në bazë të përcaktimit rregullores së Kuvendit, të ndodhë seanca. Nuk kemë pas asnjë përgjigje, nuk kemë marrë asnjë koment dhe asnjë konsiderim për në ndodhë Kuvendi. Çka do të thotë kjo? Po shumë e thjeshtë. Kur neve na pa mundësohet ushtrimi i funksionit tonë si deputet, dhe kur ne shohim që ka nisë shpërbërja e institucioneve demokratike që fillon nga Kuvendi, dhe rrjedhimisht shkatrimi i të arriturave të vendit tonë, nuk na mbet tjetër veç t'i provojmë rrugë fillimisht institucionale e pastaj t'i bëjmë veprimet tona politike.
E pas zgjedhjeve të 7 qershorit vazhdimisht janë evidentuar një sër sfidash që kërkojnë trajtim të mëtejshëm nga qasja në vendvotime dhe zbatimi procedurave të votimit jashtë vendit dhe ndikimi i mjedisit digjital. Për këtë arsye po kërkohet hetim për votim jashtë vendit në zgjedhjet nacionale. Pa rregullsi të theksuara nuk fati. Megjithatë, si çdo proces tjetër zgjedhor, edhe ato të 7 qershorit u përballën me sfida. E të gjeturat u prezantuan në konferencën e organizuar nga Demokracia në Veprim me temën Forcimi i integritetit zgjedhor, gjetjet dhe rekomandimet nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2026. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, procesi këtë herë ishte teknikisht më i mirë, por sfidat politike vazhduan të mbeten evidente. Por një çështje që kërkon hetim është votimi jashtë vendit. Sa i përket votimit jashtë vendit, ky proces ka qenë më pak i politizuar dhe më i rregullt në kuptimin administrativ, por që mbetet një çështje serioze e cila kërkon trajtim nga ana e institucioneve të hetuesisë, që ndërlidhet me rastet e publikimit në rrjetet sociale të fotografive dhe të videove të grupeve të organizuara të votuesve të cilët plotësonin numër të madh të fletvotimeve dhe të njëjtat dyshohet se i nisnin në kuadër të operacionit të votimit jashtë vendit. Puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të Panelit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e vlerësuan edhe përfaqësuesit e vendeve të huaja. Ndërkohë, monitorimi i mediave nxori në pa një tjetër problem, gjuhën e urrëties në hapësirën online. Gjatë këtij procesi në 152 portale, sipas tyre u evidentuan 423 raste të përmbajtjeve me gjuhë të urrëties. Kemi vërejtur që janë bërë 423 shkelje, të cilat janë kryesisht gjuhë e urrëties, të bëra në faqet zyrtare në Facebook, por të cilat kanë qenë kryesisht nga palët e treta dhe jo domosdoshmërisht nga kandidatët për deputet dhe për deputete në këtë drejtim. Më së shumti shkelje janë bërë kryesisht në 2 rrjete sociale, të cilat janë në Facebook dhe në TikTok, çfarë tregon një ndryshim. Një tjetër gjetje e prezantuar nga Lëvizja F lidhej me pabarazin gjinore në debate televizive. Sipas Mexhide Demolli Nimarit, nga 200 paraqitje të monitoruara, vetëm 19% ishin gra, ndërsa 81% burra. Sa i përket përfaqësimit gjinor në kronikat zgjedhore, shihet një pabarazi e madhe, pavarësisht që në këtë palë zgjedhje kemi një përqindje më të madhe të përfshirjes së grave, do të thotë 58% ka rritur përqindja e hapësirës televizive për kandidat për deputet, shkoi te gratë, mirë po kjo përqindje ka një diskrepancë ta them mes gjitha kandidateve gra. Gjatë konferencës u theksua se përmirësimi teknik i proceseve zgjedhore nuk mjafton. Ai duhet të shoqërohet me forcimin e besimit të qytetarëve, trajtimin e shkeljeve dhe rritjen e funksionalitetit të institucioneve. E në anën tjetër, grupi për studime juridike dhe politike shpreh shqetësimin serioz lidhur me vendimet e qeverisë në detyrë që janë marrë në mbledhjen e mbajtur me datën 12 gusht 2026. Duke qenë se shumica anëtarëve të qeverisë në detyrë janë betuar si deputet të Kuvendit të Kosovës, vendimarrja e djeshme është e kundërligjshme dhe i tejkalon kufizimit kushtetuese dhe ligjore. Në rrethanat aktuale, vazhdimi i ushtrimit të kompetencave ekzekutive është i papranueshëm dhe ngrihet çështje serioze të ligjshmërisë vendimarrëse së qeverisë në detyrë. Duke u bazuar në nerin 72 të Kushtetutës së Kosovës, në secilin prej tyre ndalohet ushtrimi njëkohësisht i funksionit të deputetit dhe anëtarit të qeverisë. Për të diskutuar për atë se nëse kanë të drejtë që deputetët njëkohësisht të mbajnë edhe poste ekzekutive, pra poste ministrash dhe pozita të tjera. Mirë, po në radhën e parë për të diskutuar për seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës, për çka ka nisur dhe nuk ka përfunduar, dhe për zhvillime tjera në Kuvendin e Kosovës dhe jashtë tij. Me mua në studio është Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës. Përparim, mirë se erdhe. Mirë se gjerësën, të faleminderit për ftesën. Faleminderit që i pjesë emisionit frontal, do të flasëm për shumë çka që lidhe me këto zhvillimet e fundit, duke qenë se i edhe jurist ka me pyetje për do temat që do pyetje që po bëhen kështu për këto zhvillime që besoj që keni përgjigje, por po nisëm bisedën me atë, se më thon, s'po them aksion, por një aktivitet që pasë Lëvizja Partia Demokratike e Kosovës te qeveria e Kosovës. Çka kërkuat aty? Po ne shkum të hyrja e qeverisë të Kosovës për të prit ardhen e
Albin Kurti, deputet i Kuvendit Kosovës, edhe për t'i tregu që ti nuk e ke vendin këtu, sepse nuk mund bash funksionet dy fishta si kryeministër dhe si deputet, dhe se duhet me shku me kry ato që është detyrimi i tij themelor, me konstituu Kuvendin e Republikës Kosovës. Megjithatë ai nuk erdh, edhe ne sigurisht mbajtëm një konferencë për media para hyrjes së qeverisë edhe vazhduam me aktivitetet tona në Kuvend. Kush po thotë që nuk mundet me mbajtur pozitën e UD kryeministrit përderisa nuk konstituohet Kuvendi dhe nuk krijohet qeveria e re? Sepse ai është betuar si deputet si gjithë ne. Ne jemi tashmë të betuar si deputet, pra mandati ynë ka filluar, edhe ka filluar edhe në kuptimin efektiv të fjalës, se kushtetuta thotë mandati fillon me certifikim, por ushtrimi efektiv fillon me betim. Po. Që ju keni bërë si deputet? Ne kemi bërë që do të marrim rroga, mund kryejmë çdo lloj pune që mund kryejë një deputet. Edhe zoti Kurti vazhdon me ministrat e tij me konë edhe deputet edhe antar të qeverisë. Për këtë thot kushtetuta, ligji për qeverinë dhe gjykimi i Gjykatës Supreme të vitit kaluam, kur e ka rrezuar një vendim të ministrit të financave, kështu që tashmë është shumë e qartë, ju e dhatë edhe deklaratën e grupit për studime politike dhe juridike. Nuk ka asnjë që merret me çështje profesionale të drejtësisë që nuk e ka konstatuar dhe nuk e ka thonë, por megjithatë këta vazhdojnë, kështu që mendoj që jemi në kushte të një anarkie të plotë, ku Kuvendi nuk konstituohet duke shkel kushtetutën, ndërkaq funksionet mohen pashtu duke shkel kushtetutën, ligjin dhe vendimin e Gjykatës Supreme. Kuvendi shkel vendimin e Gjykatës Shtetuse, qeveria vendimin e Gjykatës Supreme. Pra, një sistem kushtetues kollapson, përmbyset në momentin kur mekanizmat e tij që mund ta rikuperojnë shkeljen bien. Dhe mekanizmi që rikuperon shkeljen kushtetuese është Gjykata Kushtetuese. Ajo ka rrosë sepse nuk po respektohet vendimi i saj. Mekanizmi që rikuperon shkeljen e ligjit është Gjykata Supreme, si në hierarkinë e gjykatave. Asaj nuk respektohet, kështu që na jemi komplet në një moment kur rendi kushtetues, po dhe ai ligjor u përmbys në tonësi. Ndërkohë ju pas qeverisë së Kosovës shkuar në Kuvendin e Kosovës i bët kërkesë kryesuesit të seancës zotit Dehari për ta thirrur vazhdimin e kësaj seance. Po sepse edhe po pse ka vlerë kjo kërkesë kur realisht zoti Dehari e ka dhënë përgjigje pardje. Ka thonë që pa u taku partitë politike, pa pas një pajtim paraprak, unë nuk e thras. Por ne dështëm me sqaru dhe mi bo presion zot Dehari përmes një letre se nesër është afati sipas rregullores më thirr seanca, vazhdimi i seancës tashme si s'dihet çdo 48 tetor që duhet bëhet. Zot Dehari nuk është kurrë tjetër veç se njëri që merr urdhra prej zotit Kurti. Prandaj kërkesa jonë sot edhe kërkesa ime këtu është ndaj zotit Kurti që ta lejoj zotin Dehari ta thras seancën. Dështë kërkesa kur ka dashur të shku te Kurti jo te Dehari. Po, efektivisht ashtu ke drejt, po formalisht e dorëzuam Kuvend, efektivisht unë po e them, kërkesa ke për zotin Kurti, që ta lejoj zotin Dehari, se mendoj që mjaft i ka sjell të këqija në jetën e tij, e mirë është tashmë më e përdor si mish për top, që thonë. Çfarë të këqija që ka sjell? Po, ju dini që tragjedinë e familjes Dehari nga politika e vetëvendosjes, për cilën nuk flitet më kurrë. Ju dini rastin e Astrid Deharit. Por cilën është kjo me vetëvendosjen? Po sepse Albin Kurti dhe vetëvendosja e kanë thirrë në protesta, e kanë thirrë në aktivitete, edhe e kanë keq përdorur dhe kanë thënë se do ta zbulojnë rastin e tij. A është kështu? Edhe nuk është zbuluar kurrë, që 6 vjet edhe më nuk flitet kurrë për të. Që ftesa e që të mos vazhdohet keq përdoret një njerëz në këtë formë, dhe ai ka veç një rol, e ka rolin teknik siç e ka përshkruar Gjykata Kushtetuese që ti thras mbledhen dhe kur gjë tjetër s'ka drejt gjap vlerësime politike. Albin Dehari është kryesuesi i seancës vetëm për një cilësi, vetëm për një, që është më i moshumi, për kur gjë tjetër. Çfarë do të më bë Albin Dehari? Po supozojmë që e thret seancën konstitutive nesër në orën 11. Cili është roli i tij? Roli i tij është krejt teknik, është i shkruar në rregullore. Me lexu rregulloren, edhe rani i ditës së seancës konstitutive është i shkruar në rregullore, veç ka me lexu. 3 pika. Një ushtera, 2 betimi i deputetëve u kry. Pika 2 të zgjedhja e kryetarit, pika 3 zgjedhja e nënkretarëve. Kaq, ai veç ka me lexu atë skenar që ja bën administrata edhe që është i shkruar në rregulloret Kuvend. Asnjë rol tjetër s'ka, asnjë është tërësisht rol teknik. Kur del, për shembull, përfaqësuesi i vetëvendosjes Albin Kurti në 2 raste ka dalë, pra ai nuk e propozon, mirë po tregon arsyet sepse nuk po propozon. Tash cili është roli që do ta ketë kryesuesi në këtë situatë kur dikush nuk propozon dhe del jashtë kësaj jashtë rregullores? Kryesuesi i seancës kur nuk propozon i bie që mundet me ushty ajo seancë edhe deri në ditën e fundit të afatit, 30 ditë.
30 ditë janë kry. Mas asaj, kryesuesi i seancës nuk ka moral, nuk ka asnjë lloj roli. Po Avni Dehari po e abuzon rolin e tij. Ç'po po ta them ne? Ai kujtohet vitin e kaluar gjatë krejt vitit sare kemi marrë fjalën se Dehari na ka nal fjalën me argumentin që s'ka debat. S'ka debat, po. Në kuvend, është ashtu, edhe ashtu shkruan rregullore. Pik për pik. Pse sot lejohet Kurti me fol 10 minuta? Edhe unë një prej seancave në parë, arsim, kur u kry ajo, shkova te Avni Dehari dhe i thash: Avni Dehari, apo të kujtohet çka ka ndodhur vitin e kaluar? Apo lexon çto s'lejohet debat? Pse leja me fol këtë dhe s'na jap fjalën dhe neve? Edhe më tha, u zu pak ngusht dhe më tha, ja herën tjetër fjalën. Pas herën tjetër s'na dha fjalën. Domethënë, me populli i Kosovës një vit që zbatohet një nen rregullore s'lejohet kërkush me fol dhe kaq ku vjen kryeministri ja fjalën, jemi në kushte të anarkisë së plot. Po. Por e po ta marrë edhe një deputet e televizjes vetëvendose, ajo dhe të tjerët në televizjen vetëvendose nuk konsiderojnë që është shkelur kushtetuta, që nuk është konstituar Kuvendi i Kosovës. Po s'është e mundur në arsim kjo. Që po ta them pse, edhe s'po lodhej shumë me detaje teknike. Në kushtetutë thuhet për 30 ditë thirret seanca. Po. Kur ka shkuar rastin gjykatë kushtetuese, gjykata ka thonë kjo thirret i bën që do të më kry. Para këtij vendimi është menuar që veç thirret. Prandaj në 2014-ën që po përmendim bllokadën, ka nejt 6 muaj sot të melu kuvendi se është menuar që veç thirret. Po jo që kryhet. Prandaj vitin e kaluar deri në qershor, dhe ka dalë ky vendim, se po thonë njerëzit pse vitin e kaluar si ka kështu sepse s'ka pas vendim. Që ky vendim ka dalë në qershor të vitit 2025. A mund të ndërprejmë shpak se të lidhëm drejt për drejt me lidhjen demokratike të Kosovës, po flet Lomir Abdigjiku. Jo funksionale. Në këtë vijë dhe në ngjarjet e djeshme në Kuvendin e Kosovës shpërfaqin më së rëndi gjendjen me cilën dhe në të cilën është Republika e Kosovës. Zvarritja ndërsa e konstruimit të kuvendit dhe tejkalimi i afateve kushtetuese, ato afate tashmë të qarta, nuk janë më vetëm mosmarrëveshje ndërmjet partive politike, ato përbëjnë një paqartësi të rëndë kushtetuese dhe po e fusin vendin në një terren të rrezikshëm të pasigurisë juridike. Për LDK-n, Kosova, Republika jonë, mundet mbet peng i ambicjeve partijake, as i protagonizmave individuale, më pak i betejave për pushtet pa kufizuar. Po ashtu për LDK-n, kapërcimi kësaj gjendje kërkon maturi politike, respektim të rendit kushtetues dhe angazhim serioz për rikthimin e funksionalitetit institucional. Prandaj përgjegjësia jonë si LDK, si parti më e vjetër në Kosovë, me traditë 37 vjeçare, nuk është të shejmë krizën, pra nuk është kjo përgjegjësia jonë të shejmë krizën, por të ofrojmë rrugdalje prej krizës së tanishme. Ky dhe është qëllimi përmbajtësor i identitar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK ka hyrë në çdo proces dialogu ndërpartijak posgjedhor me një qëllim të vetëm: të jap vendit stabilitet institucional dhe ta shmangë një cikël tjetër zgjedhor të panevojshëm dhe të dëmshëm për Republikën tonë. Kemi qenë partia vetme që jemi përgjigjur çdo ftesë për bisedime e që kemi kontaktuar edhe dje me çdo parti politike, jo për shkak të nevojës për pushtet, po për shkak të përgjegjësisë ndaj vendit. Kemi besuar se në kohë të vështira, partitë serioze duhet të dinë të ngrihen mbi interesat e tyre vetanake. Kemi besuar se çdo refuzim për të marrë pjesë në bisedimet për zgjedhjen e presidentit të Republikës nuk është vërtet një guxim politik, është vendim i vetëdijshëm për ta çuar vendin në zgjedhje të reja, një proces që qytetarët tonë as e duan, as e kërkojnë e besa as e pranojnë. Prandaj edhe LDK mund ta pranonte e promovonte si pozicion të vetin politik bojkotin e bisedimeve e kështu shkuarjen në zgjedhje të reja. Negociatat për ndërtim të institucioneve me bindjet politike dhe me parime që nuk lëkunden, nuk shiten, nuk tjetërsohen, nuk janë në shtrim. Janë përgjithësi. Në shtrim është dorëzim i prej parimeve tua. Mbrojtja e parimeve tua në çdo bisedë është përgjithësi e lashtë shtetërore. Dhe në këtë forum LDK ka ofruar partneritet me Felt, afat gjatë në interes të Republikës. Lëvizjes vetëvendosje, ja kemi njohur të drejtën për të udhëhequr qeverinë dhe kuvendin, në përputhje me rezultatin zgjedhor, për rezultatin e popullit Kosovës, dhe në përputhje me rendin kushtetues. Pra, ua kemi njohur të drejtën që të kenë edhe kryeministrin, edhe kryetarin e kuvendit. Për LDK-n, kemi propozuar përgjithësinë e institucionit të presidentit së bashku me një rol
në ekzekutiv. Kështu, në pikpamjen tonë, do të kishim edhe stabilitet institucional, edhe qeverisje të qëndrueshme, me shumë vota, dhe promovim të vlerave demokratike, dhe mbi gjitha do të kishim balancë institucionale me më të mirët e partive në shërbim të Republikës. Ndarja balancuar nuk ishte për të goditur njëri tjetrin, por për ndërtuar një ekuilibër të arsyeshëm ndërmjet partnerëve dhe për të garantuar funksionimin demokratik dhe të qëndrueshëm të institucioneve. Fatkeqësisht, përgjigjja e lëvizjeve vendose nuk ishte ofertë partneriteti. Ishte ofertë për pjesëmarrje pa peshë, për përgjegjësi pa ndikim dhe për prani dekorative të LDK-s në një qeverisje që do të kontrollojë tërësisht nga njëra palë. Në këtë përgjigje, LDK-s ishin ofruar vetëm 3 ministri dhe zëvendës kryeministri. Për një grup parlamentar prej 18 deputetësh, kjo përgjigje ishte disproporcionale edhe me rezultatin zgjedhor, pra me vullnetin e popullit Kosovës. Në një balancë të tillë 3 ministrore, ndërsa lëvizjeve vendosje mbante kryeministrin, kryetarin e kuvendit dhe pothuajse gjithë ekzekutivin, LDK do të ishte një forcë marginalizuar, me nënshtruar, si dhe pa përgjegjësi që do të na mundsonte ta dërgojmë shtetin përpara. Prandaj s'mund ta pranonim një ofertë të tillë, prandaj refuzuam një propozim të tillë të 3 ministrive zëvendës kryeministrin, përderisa lëvizjave vendosje mbante kryeministrin kryeparlamentarin dhe gjithë qeverinë. Refuzimi për të pranuar një nënshtrim të tillë në fatkeqësisht nxiti edhe betejën publike të Siç duket kemi disa telashe teknik, po besoj që do të rikthehemi për të kuptuar, mirë po as sa kuptuam nga deklaratat e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk do të ketë një bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje për shkak të asaj që Lidhja Demokratike e Kosovës ka insistuar që ta ketë pra rolin, pozitën e presidentit, plus të ketë një hisën e qeveri për shkak që siç duket kjo nuk ka qenë e pranuar nga lëvizja vetëvendosje, e cila ka ofruar për Lidhjen Demokratike e Kosovës vetëm një zëvendës kryeministër dhe 3 ministri, për çka për Lumir Abdigjikun paraqet në nënshtrem, gjë të cilën ky sekretari i partisë pra i Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk do ta pranonte. Sigurisht ne po vazhdojmë misionin për shkak se për tre tjera mund të informoheni edhe në kuadër të kësaj magazine informative, mirë po edhe përmes gazetës Ekspres, për parim paka shumë e kuptum, nuk e di nëse ka funi mund ndryshoj diçka, po që është këtë shkur rjedha e deklaratës Lumir Abdigjikut, nuk ka një bashkëpunim mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Ky është Albin Kurti dhe kjo është vetëvendosja. Edhe një vullnet ka gjeneroz të LDK-s, se ndonjëherë njerëz na kanë pajtuar neve pse interes për dialogut, se ne kemi ditë që prej fillimit që është një farsë, se Kurti po simulon një proces dialogu për të shfaqsuar para publikut. Po në fund i donë gjitha. Dhe ja e keni rastin e LDK-s që ka tregu kaq shumë gjenerozitet dhe shihni që ai ka ofruar, do të shihni kush është Kurti dhe çfarë po don. Qëllimi i tij është bllokimi i kuvendit për këtë fazë, me qëllim final marrjen e presidentit të Kosovës nën kontroll, zgjedhjen e një personi partijak ose dërgimin e vendit në zgjedhje. Këto janë 2 opsione për cilat punon vetë. Po a ka një opsion të tretë, pra një opsion që na çon neve në krimin e institucioneve, konsiglimin e Kuvendit të Kosovës, formimin e qeverisë, me pas eventualisht edhe të zgjidhet çështja e presidentit. Ka opsion, nëse do të kishte vullnet për zotit Kurti me njoft rezultatin e zgjedhjeve. Po. Rezultati i zgjedhjeve ja ka dhënë VV-s 47%. Pushteti që po lyp është 100%. Vetëm edhe presidentin. Ne në zgjedhje kemi shkuar si për çështjen e presidentit me 7 qershor. Mas atyre zgjedhjeve, para zgjedhjeve zoti Kurti thoshte të duhet, okay, po shkojmë zgjedhje se do t'i marr 60% për të marrë dhe presidentin. Kemi shku pra veç me një qëllim për presidentin, njerëz e kanë ditë. Mas zgjedhjeve, partia vetme që ka humbur deputet është vetëvendosje. Nga 57 ka rënë 53. Ne kemi marrë 22, LDK-ja është rrit, AK-ja është rrit. Çdo thot rezultati i votave është i qartë, nuk duhen më ia dhon publik Kosovës Albin Kurtit presidentin. Ky nuk e lexon ashtu, e ka një instrument me bloku, që ka bloku tash kuvendin e Kosovës në mënyrë totalisht jo kushtetuese. Çfarë pritet më ndodh nesër në kuvendin e Kosovës? Ju keni ftu e keni bënë kërkesë që nesër thirrë seanca, ju do të jeni aty nesër në orën. Absolutisht, ne do të jemi në orarin ton, në orën 11, do të hyjmë seancë, do të presim me ardhavin e darit, me ardhmë vendosje,
do të flasim për media, për tjerat nuk po i zbuloj tash se do t'i shohim nesër. Dhe pretni që të vjenë zotit Dehore, të vjenë vetëvendosja nesër? Po nuk pres që të vinë se s'kan ardhur deri tash, nuk do të vinë se s'kan ardhur deri tash, po ne në sallë do të hymë, edhe dera e sallës të kuvendit nuk guxon të jetë mbyllur. Po, zotë Dehore kur është pyetur nëse do të ftoj vazhdimin e seancës konstitutive, ka thënë që nuk ka pasoja mos ftesa e saj. Po, kjo është mungesa e këtyre pasojave çka sjell? Është interpretimi më absurd Arsim që ndëgjon, se thotë nuk ka pasoja. Tash kjo është ftesa që kemi bërë na për sot. Pse është gabim kjo? Sepse asnjë kushtetut nuk është e formuluar në mënyrë tillë që të thuhet, për shembull, kuvendi themelohet për 30 ditë. Po. Nëse nuk themelohet ndodh kjo. Po. Se ashtu duhet secilës normë, më apo pikë, më apo një fjali shtesë, më thon, nëse s'bëhet kjo, bëhet kjo. Po jo nuk është ashtu dhe unë i mora disa modele për emisionin e juaj me shpjegu. Se njerëz mendojnë që është defekti i kushtetutës. Ajo që thuhet në Kushtetutën e Kosovës duhet bëhet për 30 ditë, por nuk përcaktohet çka nëse nuk bëhet, është modeli i njëjtë që ke në krejt vendet e Bashkimit Evropian. Që unë kam marrë këtu Kushtetutën gjermane, për shembull. Neni 39 i Kushtetutës gjermane, paragrafi 2, thotë kështu, po e përkthej në shqip. Thotë Bundestagu gjerman duhet të mblidhet më së larti 30 ditë nga data e zgjedhjeve, pikë. Sikur të ne fiks. Copy paste, dispozite njëjtë. Po këtu nuk thuhet asnjë fjalë çka nëse nuk. A do të me thonë? Po çdo rresht që e lexon çdo kushtetutë evropiane, unë ta bëj çet pyetje, çet obstruksion. Çka bëhet nëse? Çka bëhet nëse? Hajdin kuçi ka pasur deklarat, mamati ka pasur që na kur nuk na vjen kushtetuta këtij populli, na nuk e ndrojmë popullin, e ndrojmë kushtetutën. Kështu që nashta do të bën rrugë kushtetutën më shtu edhe çaja. Unë na kushtetutën mund na më ndru për mi përshtat lloj absurditeti këtu. Unë po të them që Kushtetuta e Kosovës është e shkruar që janë shkruar me krejt kushtetutat e vend normale. Që kjo është kushtetuta gjermane, që po ja publikut, neni 39 paragrafi 2 shko lexon gjithë kush e ka veç një rresht. Bundestagi gjerman themelohet jo më vonë, not later, jo më vonë se 30 ditë pas zgjedhjeve. Pikë. E mora këtu për shembull Kushtetutën italiane. Thotë Senati italian themelohet 20 ditë mas zgjedhjeve. E mora Kushtetutën franceze, atje kanë quajnë Asambleja Nacionale franceze. Thotë themelohet të ajtën e dytë mas zgjedhjeve. Asnjëna nuk thot masani çka ndodh nëse s'bot. Se logjika është që duhet më u bë ajo. Duhet më u bë. Po mirë, po kur s'bot, po flasim për Kosovë. Nuk u bën për 30 ditë. Ç'a do të më ndodh tash? A duhet më kërku dikush në interpretim për shembull se e kam pasur shpesh që lëvizjeve vendosje ju kërkon edhe ju dhe partive tjera, okay, a u shkel kushtetuta po? Ç'në gjykatë kushtetuese? Ç'e speçani? Që pse po shpjegoj. Në gjykatë kushtetuese Arsim dërgohet për interpretim kushtetuta. Nenet kushtetutës. Në gjykatë kushtetuese nuk dërgohet për interpretim aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Se kjo çuni ere, se kjo do të ishte me kërku interpretim për interpretimin. Ç'kjo që komunë me veti është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Ky thotë më çu, m'fal, në gjykatë kushtetuese me veprimet mas kësaj dite, mas 30 ditëshit. A mundi më çu çto në gjykatë kushtetuese? Po. Mundemi me çuna, mundemi me çu, po janë të gjykuar këtu. Gjykata ka më thënë të njëjtën. Pse duhet me çu të njëjtën? Me dhon kohë këtyne për bllokad. Gjykata ka thënë po vazhdon realisht. Çe po them vjali për aktgjykimit. Ne paragrafin 140 i aktgjykimit. Gjykata vlerëson se afati 30 ditori përcaktuar nga kushtetutbërsi nuk duhet trajtohet vetëm si afat brenda të cilit duhet vetëm të provohet konstituimi, po vazhdon tani, por është afat brenda të cilit duhet të konstituohet kuvendi. A ka më qartë se kaq? Nëse e çon ti gjykatë është me kërku interpretim për interpretimin, dhe këtë çka po dën VV-ja me këto ftesën me shku në gjykatë, që është absurdi më i madh, është me blej kohë edhe një 3 javë ditë, edhe me i bën aranzhmonet e veta që dojnë për zgjedhjet. Nuk ka ideja me çutin gjykatë kushtetuese në rast gjykum. Për këtë rast në fakt gjykata ka vendosur që short viti kaluam, po kanë nxjerrë masane edhe 3 aktgjykime ku e citon në njëjtën. A është diçka kontradiktore kur ju thoni që është shkelur Kushtetuta e Kosovës, që nuk u konstituu Kuvendi i Kosovës, se në anën tjetër ftoni dhe sot e keni ftuar në Dehoren që ta ftoj vazhdimin e kësaj seance, pse me vazhdu shkelja? Nuk ka kontradikt, është në fakt me nal shkeljen. Pse? Sepse gjykata kushtetuese ka vendosur vitin e kaluar që nëse shkilet afati për themelim të kuvendit, kuvendi nuk shpërndahet. Pra duhet mu themelu qoftë edhe mas afatit. Pra na po dojmë me themelu kuvendin me nal shkeljen. Një shkelje që po vazhdon mund të ndërpritet vetëm nëse themelohet kuvendi, ka thonë gjykata kushtetuese. E tash na po thojmë me ndërprej çat shkelje, sepse ne kemi marrë mandat lëshum si deputet dhe me ndërprej shkeljen. Po shkelja mbetet edhe kur themelohet kuvendi. Ne jemi sot duke shkel Kushtetutën e Kosovës. Fakt janë ata që s'po e konstituojnë
Dhe ne po kërkojmë me undal, sepse gjykata ka thonë pa u themelu një kuvend, ju s'u shkon as zgjedhje, as kur gjë. Çau përmeni Donika Gërvolla, përmeni 30 shtatorin si një farafat. 6 shtatorin. A 6 shtatorin. 6. Çka ke? Po kishim debat kuvend, do i thash ku nxjerr ti thash që se themelon tash kuvendin, ku nxjerr afatin, tha është 30 ditë tha nga dita e thirrjes së seancës, e seanca u thirr thë kemi 7 gusht. E vlen dhe me 7 shtator. Po nuk o fara ashtu se s'tuhet kushtetu 30 ditë nga certifikimi. Zgjedhën certifiku me 8 korrek, me 7 ka qenë afati fund për shkak se korriku i ka 31 ditë. Kaq. Po e kish nxjerr këtë interpretim. Po jam i bindur se as kësaj nuk i qëndrojnë. As me 6 shtator nuk e themelojnë. As shallet vetë as kanë më qëndruar. Po mirë, a është një mekanizëm ose një institucion ose kushdo kuft që provojnë mbikëqyr respektimin ose ju të gjykatës kushtetuese. A vetë gjykata kushtetuese për shembull që mundet në këtë rrethon që është sot Kosova, mu që vetë pa e dërgu ose edhe deputet ose dikush tjetër, me konstatu që u shkel apo ju. A mundet kryetari i gjykatës kushtetuese me ardhur te ju në intervistë, me ardhur te ju, bën çdo vend evropian, edhe ti më e pyet, zotni kryetar, i kemi dërguar që ky akt gjykim çka do të thonë? Ka ndodhur përpara për shembull, kemi posna kryetar gjykatës që u deklaru përpara. Profesori Enver Hasani për shembull, ka dhënë intervista për akt gjykimit që e nxjerr. Ai ka pas një standard që i respekton çdo kush që nuk flas për akt gjykimit që në vijim të vendosjes. Për ato që janë vendos, i komenton gjithkush. Mundet me marrë kryetari i gjykatës kushtetuese. Kjo është e qartë, po megjithatë mundet me bëu ai. Po na jemi në kushtet kur nuk po respektohet jo kushtetuta. Se ku dallimi është me vitin e kaluar. Vitin e kaluar qeveria ka pas shumica, VV-ja ka pas interpretimin e vet alternativ. Ne kemi thonë kështu, ata kanë thonë kështu. Kur kemi shkuar në gjykatë, i kemi bindur gjykatës. Tash, ata nuk kanë më interpretim alternativ, ata morësh nuk e respektojnë as vendimin e gjykatës. E kjo një fazë e re ku faktikisht u përmbys rendi kushtetues, tash duhet me kthy me mjet e tjera, me mjet e kushtetuese, me mjet e politike. Kjo pa kushtetutshmëri, pa ligjshmëri nuk riparohet me rrugë kushtetuese. Se ti ki vendim se respekton. Ki vendim supreme se respekton. Vendimi supremes është më i qartë, më s'ka qysh. Se respekton. Tash duhet me mjet e politike. Mjet e politike është ajo që kemi bërë kuvend, sot që kemi bërë para qeverisë, e do ta vazhdojmë, kjo vetëm fillimi i një aktiviteti që do të vazhdoj. Kur do të jetë fundi i këtyn aktiviteti? Fundi kur të kthehet kushtetutshmëria e plot. Pa e kthy pik për pik Kushtetutën e Kosovës, na nuk ndalemi, edhe do dalim me taku gjatë javën ditëve në vijim, njerëzit tonë çdo deg, nuk përjashtojmë një protestë masive në fund, por ne kështu nuk e lejojmë me vazhduar. Albulina Haxhiu, me që përmenëm pak ma herët, sot, a është deputete, a është kryetare e Kuvendit Kosovës, a është ushtruese detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës? Po kjo është një situatë absurde, arsim, sepse rregulloria thotë që ish-kryetari i Kuvendit ka mandat deri në seancën konstituive. Seanca konstituive ka filluar. Albulina Haxhiu u betu për deputetën legislaturën e 11, ndërkaq kryetari ku në legislaturën e 10. U do presidentin e mban për shkak legislaturës kaluame, kështu që jemi në komplet kushte jo kushtetutshmërie, sepse kur ti vendos me i bë obstruksion çdo parimi, çdo norme, ti krijon kaos, s'ka kush i bën fije. Për shembull, pyeti dikush sot çka bëhet kur i kalon Albulina Haxhiu në tetor 6 mujori. E kam çunë çto, e kam çunë 7 tetorit çka. Që bona shaka me dikon i thash, atëherë thash e gjejmë një udhë që është më reprezentative në Kosovë, ndash Unik, ndash Drenicë, ndash Gollak. Edhe si fes, vendosëm për thëmë ironi, kush ka me konë që ato. Dhe që kushtetuta ka ardhë situata në Kosovë, sa që Oda du të me regullu punë që ishtë doshtë institucionet me... Unë e Oden nuk për thëmë term pejorativ, respekt për historinë e kështu që përfaqësën, për në kuptimin që Oda nuk regullohet me kushtetutë, regullohet me marvesh, me fjalë, me burni. Tash, vetë që ashtu se, kur ti shkel çdo normë, shkel kushtetutën, shkel ligjin, shkel vendimet gjykatës kushtetuese, vendimet supremes, e bjen vendin me kalu 6 mujori, se për çata është 6 muj. Që do të thotë që më 6 muj muaj zgjedhet edhe mu kry krejt konstituimi, kur e bjen ti edhe në situatë, mos andaj s'kimo përgjigje, ti e ke përmbys rendin kushtetues, ai rend kushtetues që përmbyset, kur përmbysen krejt mekanizmat që mund ta mbrojnë ato, mund kthehet vetëm me mjete politike. E ne do të kthehemi tek mjetet politike dhe jemi kthyr tek mjetet politike. Apo pasojë për ata që shkelin kushtetutën? Po pasoja penale nuk ka, fatkeqësisht nuk e kemi, se kanë shumica e vendeve evropiane, vëzhni, se kanë as vende tjera evropiane, pak vende e kanë, është një studim i Komisionit Venecia si i tregon këtu. Ne nuk e kemi, po ishtë dashur me uni detyrum
moralisht për para popullit Kosovës. S'do të mja falë popullit Kosovës një njeri që se respekton kushtetutën edhe aktgjykimet të gjykatës vendit vetë. Dhe po du me thonë e diçka arsim, kjo nuk është çështje vetëm teknike, procedurale, ta din qytetarët e Kosovës. Kjo është ftyra e vërtetë e një pushteti autoritar. Kjo pushtet autoritar. Pushtet autoritar që e qetë ministrin e bujqësisë, me fol një javë ditë që është një prodhues kosovar, nuk e ka mirë analizat, mi abo tona dëmë, dhe në fund me dholla në keni keq kuptu se su kam. Pushtet autoritar që ja merë 17 milion euro komunës Prizrenit dhe komuna tjera i le pa buxhet. Pushtet autoritar që së ndërton asnjë rrugë të re, që i harxhon 20 miliard euro për një mandat e sjell llogari kërkun ku kanë shku, e pyet ministrin e financave dhe këtu te ju në presing, te kolegu ju Leonard Kërçuku, belbzonte. Pushteti autoritar që shkel kushtetutën nuk është abstraksion, një procedurë. Ai shprehet kështu, me centralizim të kompetencave, me sabotim të komuna, me mos punë, me mos respektim të vendimeve, me nxjerrje të njerëzve pi punë në mënyrë të paleqshme, shko kështu në Këshillin e Pavarur mbi këshirs, sa ankesa ka për shërbimeve civil. Për degradim, për nxjerrjen punë në mënyrë të paleqshme. Qytetarët vetë ta dinë që ky pushtet autoritar vjen në derën e shtëpisë tyre. Po, veç qytetarët i kanë dëgjuar edhe thirrje televizijës vetëvenduse që kanë bërë dhe ju dhe partive tjera opozitare, jani takohemi, merrem vesh edhe te kalohet kjo krizë. Pse nuk po shkoni në takim te Albin Kurti? Sepse e dim që s'ka marrëveshje, e dim që o teatr. Jo e shfaqet zotin Abdigjiku, ai tha që s'ma ka dhënë presidentin. Neve na ka thonë të njëjtën. Neve na ka ofru vetëm kryetarin e kuvendit. Po. Në kuvend arsim, pushtetin e ka çaj që ka shumicën, jo që ka kryetarin e kuvendit, se kur shumica voton 61 vota, kryetari i kuvendit nuk i shkruan 59. Është ceremonial. Ai ka kuptim veç kur e ka shumicën në parlament. Tash, apo doni na me shku me 22 deputet me marr spikerin e parlamentit edhe me vazhdu Kurti me marr presidentin e krejt? Kjo është arsyeja fare e thjeshtë. Ne kemi fituar në 2008 zgjedhjet, 2007. Ja kemi dhënë presidentin LDK-s. Kemi fituar në 2014 me një përqindje të madhe. Ja kemi dhënë kryeministrin LDK-s. Kur një parti nuk i ka pas krejt pushtetet në Kosovë. Njëre kemi dhënë presidentin, njëre kemi dorëzuar fitoren, ja kemi dhënë kryeministrin zotit Mustafa, sepse s'kemi pas shumicë me themel në qeveri. Nuk e keni pas 50% ose 47%. Po mirë. Që ndore e pushteteve ka qenë ma lehtë për Partinë Demokratike në atë kohë. Po, a ka qenë letë për shembull me marë, zoti Thaçi, 37 deputet dhe me jadon kryeministrin Isa Mustafës. A ka qenë letë me bo Begjet Pacolli për shembull president. A ka qenë letë me bo Atifete Jajogën president. Që s'ka qenë e PDK-s. Është mërri një konsenzus me qatë. Ka pozit mërë një dialog. Prej që Kurti është... Po kërkut edhe tash këtë dialog. Po këtë dialog është improvizim. Se që e rezultatin me LDK-n. Shine rezultatin me LDK-n. S'ka rezultat sepse ky nuk synon me bo dialog të vërtet që pushtetin e ndonë si reflektimi rezultatit zgjedhor, po ky don dialog që me simulu një proces negocimi, edhe në fund këmi marrë këtë pushtetit, me nështru. Ky don nështrim. Prej që Kurti është në pushtet, nuk ka pas dialog politik, në fakt prej që është në politikë. I bjen kjo se jemi në fund të kësaj bisede, por po i bjen kjo që Partia Demokratike e Kosovës dhe partitë tjera që deri kanë qenë në opozit me këto veprime që po i bojnë janë duke ju përshtat një skenare të padukshëm të Albin Kurtit që sërish vendi me shkon zgjedhje dhe me shkon zgjedhje në fund të dhjetorit, diçka që për lëvizjen vetëvendosje është një afat optimal. Jo, sepse du ta dinë qytetarët e Kosovës, Kurti s'mund të caktoj zgjedhjet kur do naj. Jo i cakton. Nuk i cakton. Se ka dhe presidencën momentalisht. Jemi edhe ne këto dhe do ta shenë që nuk i cakton kur të mundet. Jemi ne këto, gjalli jemi që thuhet, jemi këto, edhe ne jemi parti me 22 deputet, po ne kemi një histori politike të madhe, ne kemi njerëz me eksperiencë, ne jemi partia me historinë politike më të pasur. Po, ajo që vendos për zgjedhjen në fund është Albulina Haxhiu. Nuk është Albulina Haxhiu, ajo që vendos për zgjedhjet është kushtetuta dhe ligji. Kushtetutën dhe ligjin ka mjetet ndryshme me mbrojtë. Nëse dështojnë institucionet, kjo kushtetut ka qenë edhe para këtyre zgjedhjeve. Po ka qenë, ajo ka ashtu na kemi lënë datën. Bashkë kemi lënë datën në fund të dhjetorit na, se kemi pasat çështje. Ka modele evropiane, për shembull kushtetuta gjermane një drejtën për rezistencë. Nëse kapitullon sistemi kushtetues, qytetarët kanë drejt mu ngrit me mbrojt rendin kushtetues. Unë s'kisha thënë rezistencë? Rezistencë e njerëzve, e popullit. Ndaj një shembje të sistemit kushtetues. Që dhe mos e marrë pjesë për shembull zgjedhje? Jo, nuk po them ato, po them rezistenca që s'perjashton asnjë formë pe protestës se çdo formë tjetër, të reagimit qytetar, edhe politik. Kështu që unë s'mendoj që do të më quaj Kosovën andej,
po nëse vazhdojët kjo dhe ne kemi hyrë një rrugë, si PDK, do të ndjekim çdo mjet politik që këtë përmbysje të rendit kushtetues me ndërprej dhe me këtë normaliteti. Uroj që kjo të ndodhë, falenderoj që Faleminderit po. Ndërkohë shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione tjera të cilat e kanë përgatitur në kuadër të kësaj magazin informative, sigurisht duke pritur në këtë rast të vendimin në regjisë për shkak të informacioneve të cilat janë pjesë e kësaj magazin informative. Flasim tash për arrestimin e një qytetarit e Kosovës i arrestuar për spionazh. Ai është ndaluar sot nga policia e Kosovës derisa po shkonte në shtetin e Serbisë, mirë po në informacionin që ka siguruar televizionit të shtatë, pra personi i cili është arrestuar për spionazh në kohën e Vjosa Osmanit ka punuar në presidencë. Dalja drejt Serbisë ju pamundësua. Në pikën kufitare të merdarit, Fehem Sali u arrestuan nga një operacion i përbashkët i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë Speciale në dyshimet për veprën penale të spionazhit. Sipas informacioneve, ai dyshohet se për një periudhë të gjatë ka bashkëpunuar me Agjencinë Serbe të Inteligjencës BIA dhe se ka pasur kontakte me zyrtarin e saj, Zelimir Matović. Para arrestimit, ai kishte pasur dhe angazhime institucionale. Për 2 mandate nga viti 2020 deri më në 2024, ishte pjesë e Këshillit Konsultativ për Komunitete pranë zyrës së presidentes Vjosa Osmanit, ku përfaqësonte komunitetin Goran. Kjo u konfirmua dhe nga ky institucion. Fehem Sali ka qenë antar i Këshillit Konsultativ për Komunitete si përfaqësues i komunitetit Goran për 2 mandate, 2020 deri më 2022 dhe 2022 deri më 2024. Si antar i Këshillit ka përfaqësuar komunitetin Goran. Ndërkohë, arrestimi i tij përplasi ish kandidatin për kryetar të Dragashit nga lëvizja vetëvendosje Filiz Mustafa dhe kryetarin aktual të kësaj komune Bexhet Xheladine. Filiz Mustafa deklaroi se i dyshuari ka qenë bashkëpunëtor me partinë në pushtet në këtë komunë, LDK-n, derisa publikoi fotot të Fehmes Salit me Ivica Dačić. Nuk ka ndonjë titull zyrtar në komunë, mirë po është një person që në prapavi ka punuar me komunitetin Goran në ndikimin e tij që ka për ta mbështetur partinë në pushtet. Mirë po një gjë e tillë u mohua plotësisht nga Xheladine e madjaj paralajmëroi veprime ligjore ndaj Mustafës. Fehem Sali në vitin 2021 ishte pezulluar nga puna si mësues në shkollën fillore 9 Maj në Rapç, pasi kishte garuar në listën e subjektit politik Goran Zajeno. Në atë kohë ai kishte akuzuar listën serbe se qëndronte prapa suspendimit të tij dhe kishte deklaruar se kishte marrë telefonata dhe mesazhe kërcënuese me qëllim që të tërhiqej. E arrestuari tashmë për spionazh për veprën që dyshohet se është kryer para shihet burgim deri në 25 vite varësisht rrethonave të rastit. Ku shkalla e ndëshkueshmërisë për këtë vepër penale është jo më pak se 5 vite burgim, ndërsa mund të shkojë deri në 10-12 vite apo në rrethona kur kemi rekrutim ose mbledhje të informatave për nevojat të ndonjë shërbimi të huaj, shkalla e ndëshkueshmërisë mund të shkojë deri në 25 vite burgim. Ndryshe, gjatë së enjtës, policia e Kosovës ka pasisur shtëpinë e tij, ku janë gjetur para të gatshme në vlerë prej 39.500 eurosh, 500 dinar, 4 telefona dhe dokumente të ndryshme relevante për rastin. Kthehemi në studion e emisionit frontal për të diskutuar për zhvillimet e fundit politike. Liria Demokratike e Kosovës, siç e kuptuat, tashmë ka hequr dorën nga kërkesat e saj. Lomir Abdigjiku në konferencën për shtyp ka thënë se nuk do të jenë pjesë e qeverisë e as nuk do të marrin përgjegjësi tjera në institucionet e Republikës së Kosovës, thjesht do të qëndrojnë në Kuvendin e Kosovës si deputet opozitar. Ndërkohë, pikërisht në Kuvendin e Kosovës, një ditë më herët pati vizitë që mërgjimtarit i bën Parlamentit e Kosovës, pati edhe përplasje mes deputetëve të opozitës dhe ata të cilët janë aktualisht në pushtet. Mirë po pati përplasje edhe fyre të shumta edhe nga disa mërgjimtarë të cilët kishin ardhur pra për ta vizituar Kuvendin e Kosovës që kishte hapur dyert për ta. Në mesin atyre që erdhe në Kuvendin e Kosovës ishte Skënder Llogiqi, i cili postjerash ka kërkuar edhe përshkatimin e komandantit të zonës operative të Dugaxhinit Ramosh Haradinaj.
Lugici, sot kur ne po flasim, ai ndodhet në qendrën e paraburgimit këtu në Prishtinë dhe me të merren institucionet e drejtësisë. Mirë, po deklarata e tij ka nxitur reagime të shumta për shkak të fyrjeve dhe thirrjes për dhunë që ai ka bërë ndaj një komandanti të luftës së ushtrisë shërlimtare të Kosovës. Ka pasur reagime të shumta por në radhë të parë të bashkëluftëtarëve të Ramosh Haradinajt. Njëri prej tyre që ka reaguar është edhe Bujar Haradinaj, të cilin unë kam të ftuar në studio. Bujar, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Ju bashkëluftëtarë keni Ramushin, po e keni edhe të familjes, po sot i kom ftu si bashkëluftëtarë, më ka bërë shumë përshtypje postimi që e lexova kur ju keni bë një ditë më herët. Duke referuar këtij zotnisë Lugicit, ka thënë hjekat kapel me atë emblem se plagët po me dhambin kur po të shoh atë në kuk. Për atë emblem dhe për këtë vend është derdhur gjak, sakrificë mund. O bir i UDB-s o ti test o gjak i shitur, mos e përdor atë simbol në kuk kur ti sot del dhe bën thirrje për përshkatimin atyre që luftuan me atë emblem, atyre që dhanë gjithçka për këtë vend. E sa për plisën e bardhë, identiteti shqiptar nuk është dekor që vishet për sy e faqe, ai është histori, sakrificë dhe dinjitet. E tash pyetja është, a ka shtet, a ka prokurori, a ka polici ky vend? Ke pyetur dhe ke vazhduar më pas, mirë po ka shtet, ka prokurori, ai është arrestuar, po ajo që më ka bërë përshtypje ke fjalia e parë kur tha që plagët po më dhambin kur po ta shoh plisin e kuk. Fillimisht përshëndes prokurorinë edhe policinë e Kosovës që ka marrë masa në këtë drejtim, edhe i përgëzoj për këtë punë. Vërtet është fillimisht të ka qenë shokuese jo për mua, për familjen, po besoj për gjithë shoqërinë e Kosovës, sepse 28 vite mbas lufte, ku dihet që oborrin e shtëpisë e ke mbushur me varre, trupin e ke me plag, del dikush dhe të bën një thirrje tillë prej Parlamentit të Kosovës, për institucionet të Kosovës, është s'po di qësh me qujt, ai nuk e di ku i shërben ai njeri. Dhe me thonë, ketë që dikush e lyp sot, me thonë, përshkatimin e një ish luftëtari, cilë do t'jenaj, bujari, Ramushi, tjetri, ose një udhëhes, ose një komandanti një zone, edhe të lypet dënimi burgim përjetshëm për krerët e UÇK-s, ku i shkon për shtati kjo? Pyetja lind, ku i shkon për shtati? Kush janë këta njerëz? Ku i shërbejnë këta njerëz? Kjo i shkon për shtati vetëm Serbisë edhe disa shërbyesve tij, që fatkeqësisht janë disa mbetërinat të Jugosllavisë që janë met ende në Kosovë. Ka si plot sa dush. Nuk kanë nguxu deri sot me pas një liri t'il. Parlamenti i Kosovës lind pyetja për kanë një hap dyrdje. Respekt për mërgatën deri në maksimum. Për kontributin e tyre që kanë dhënë për shtirimin e Kosovës mbas lufte, temat politike në temat ditore, bindjet politike mundesh me përkra kondushti, mundesh me dash kondushti, po vlerat kombëtare edhe shteti duhet ruhet. Edhe njerëzit që kanë luftu për lirin që ai sot del edhe të flet në Parlamentin e Kosovës, dikush e ka boqat parlament. Ajo është ndërtu me gjak, me mund edhe me sakrificë. Andaj thirrje për këta njerëz, për këtë lloj njerëzve, se s'po di çush më i quajt, përveç që dëbet e udhës nuk i qush i qunë ndryshe, Serbia nuk ka mujt me na përqa. Një periudhë caktuar më është mundu shumë. Udhba, sidomos para vitit 97 tutje, e dim që ka hek ky popull, me ardhur deri ku jem sot. Sot dilet të bëhet një thirrje e tillë, për mua nuk është në rregull. Atëherë normal që mua më dham dikun. Dhamin plagët të cilat edhe 27 vjet mas lufte ti hala nuk i ke të shëruar në këto plagë. Absolut. Unë çdo mëngjes ndoshta çona ma lodhshem që bi. Po e di pse e kom bo. Edhe nuk jam pjeshman, kom thonë edhe një herë, përsërisht edhe i 100 herë, nëse Kosova ka nevojë nesër prap. Nuk kom nevojë unë me prit, a ka president, shteti, as ka president. A ka komandant suprem. Suprema nuk ka. Unë e di temën teme të caktume, po inshallah s'ka nevojë kurrë. Po jem qatë situatë
sot, që ku im ka i shërbim, ka im ka shkojmë, ku ka shko shteti, në favor të kujo të shku kjo, në këtë drejtim, në favor të kujo ka shkon kjo. Kjo shkon vetëm në favor të Serbis, nëse një përqarje e tilë ndodhë mes vllazni, motra, babës, djalit, tjetrit, ku i shkon në favor kjo? Nëse nesër ndodhë një teme caktume, destabilizim i Kosovës, ku i konvenon kjo? Përveç Serbisë dhe shërbysëve tina, kërkuj tjetër. Në ish ushtari ushtrisë lindore të Kosovës që ka në trop 18 plagë, kur i njën këto deklarata, qa menon njërin, qa ke menon ti? Qërë, lufta ushtrisë lindore të Kosovës ka pas nevojë për njerëz. Për trima. Edhe për trima, edhe për njerëz. Edhe na mas datës 24 mars, e tutje, na s'kem luftu vetë. Me thonë, kem pas plot njerëz bashkëluftëtarë, djemë që kanë bashku ushtrisë lindore, anë e mbanë botës, që kanë ardhur për me luftu për Kosovën. Nuk jam veç unë që jam i plagosur, ose që i kom 18 plagë, po ki plot njerëz që sot vujnë, nuk kanë proteza. Me thonë, edhe tash kur qaj sot nuk e ka një protezë me ndru, edhe dele shen një thirrje tillë, Parlament të Kosovës, një institucionin tempulin e demokracisë, ku është formu me gjak, thash edhe njerë, edhe me mund dhe me sakrificë, atër nuk është, për mu nuk është në rregull. Nuk është në rregull, nuk e di ku jem ka dojë më shku. Kur e lexova postimin tanë që seriozisht edhe më prej, po të mërë shumë keq se sa keq ndihen luftëtarët kur dëgjojnë deklaratat të tilla, më kujtu një histori që ke treguar edhe në këtë emision, po ndoshta nuk është kur pak m'jau kujtu, ndoshta edhe m'jau rikujtu edhe këtyne logiqave dë tjerëve, pra ato se çka në të vërtet ke përjetu te, ka përjetu Ramush Haradinaj, sepse është letë sot me fol pe pozicioni që parë jena na. Për shembull, kur më ke tregu një histori në datën 24 mars, kur ka mbet Ramush Haradinaj veç me një plom ose me një bombë. Me një bombë. Kjo fotografi kjo pikturë realisht është... Pikturë, se s'kem pas fotografi. Po, në atë kohë, sigurisht s'keni pas kështu. Të lutem, tregom edhe një herë për kja treguar shikuesve se kush në të vërtetë u konë Ramush Haradinaj, pse ju edhe kush u konë Bujari? Mas prekazit, e ndim që ndodhin prekaz, dhe mas ramjes komandantit legjendar dhe Mjashari dhe mas vrasjes familjes tina, në Kosovë konë probleme edhe njëherë më murin gjallu që këja. Pikrisht 24 mars në Glogjan, ka ndodhë që neja ditë kem dalë fitimtarë. Kem arrit një grup i vogël i njerëzve me zbëth mbrapa në forcat serbe. Për 5.000 forcat që kanë marrë pjesë atë ditë në Glogjan. Pikrisht të ju falenderoj këtij njeri, Ramush Haradinaj. Edhe këtu të kallëzojnë disa plagë tina që ka mujt me i pikturu a i miku, dhe me thonë, kjo është ngjarja e vërtet që ka ndodhë mas asaj dite. Dhe me thonë, Ramush Haradinaj, kjo u konë i shkumë veç a ditë. Dhe me thonë, u konë i vdekun. Dhe me thonë, veç ka arrit mirujt stabilitetin. Dhe me thonë, tash del t'i thot dikush Ramush Haradinaj që ti e bashkëpunëtori ti, e bashkëpunëtori ati, e bashkëpunëtori këti. Kjo është, une nuk e di qëfar bindje ose qëfar orrejtje mund është me pas ndaj një shlirimtari që ti sot mund është me dhonë një bashkëpunëtor i dikuj. Që shka qena i momenti kur ti i kërkan, nëse nuk ka bëj fishek, ose dhe Ramush e është e runja për veti që eventualisht nëse bjen dorë të sërbëve, me i dhonë fund jetës. Momenti ka qenë i fundit faktikisht se Ramushi ishim unë në Ramushi vetëm në shpi, edhe Ramushi do i keme më tërhek për shpisë, sa unë kam qenë edhe i rinë mosh, edhe nuk kisha shumë përgatitje sa kishë Ramushi, edhe do i keme më tërhek për shpisë. Edhe më tha Bujar, mbledhi në këshin met pak fishek të revoljes do fishek kalashit, se pjesë të mdhaja ishin hargju, dhe me thonë se u fluktoj tjepi mund më ngjesit, edhe ishtë dikun ora 5, 6 mbrëmje.
Edhe Ramushi pa pse s'po mu i del për aty. Edhe na kishin afru forcat shumë afër. E po që po vdes, po vritë. Po, ai e kishte llogarit ato. Edhe forcat e kishim veçmurin mes. Më thonë forcat. Unë i shisha se hypa në ka dytë, se u duke me pozicionet ka të i parë kartë i dytë. Kur i kom pa për fundi, ishin për fundin një balkon, ishin sërëhu. Po unë nuk isha me shka me gjytë ma se isha hargju. Edhe shtripa, i thash, mashkullap, ma jep qatë bombe, e kjo është vjernës pëshit edhe ka vëzatu edhe e kjo është vjernës gjëksore, i thash, apo ma jep, thash se mu kanë afru, thash, forcat, thash, shikon, për s'po kom me shka me gjytë. Tha jo, bone në i zhidhje tjetër, tha se kjo po më vynë. Edhe kur e pash që kjo ka mundohet me çdo kusht me më qu mu ka dautje, ka shkëllzeni edhe anej, mi ju bashku atyne, tha une të mbroj edhe pak edhe vi, po unë disha që s'ka shans me dalë prej ati rëthimi që ishe pa mujshme, sa i veshmurin e kishim mes. Dhe atëherë kom kuptu, dhe me thonë që e ka rujt bomben për veti. Dhe me thonë mos mira i gjallë forca serbe në dorë. Po. Në atë periudhë, edhe se ka ditë vetën që është i vdekun 100%, po unë i thash mos e mërna 2 herë këtë punë, thash se nëse dalim bashkë, po nëse s'dalim kur njoni. Dhe fatmirësisht dol të dy bashkë. Edhe po, fati dashti që dalim 2 bashkë, dhe me thonë, qëndrojmë edhe pravarësisht edhe një orë e gjysë kem luftu ashtu, me thonë me poshit edhe me revole, me qa kem pas mundësi, dhe me thonë, se s'kishe ma municion, pa funizim, pa... Po, problemi më i madh ish Ramushi, dhe me thonë, se ish gjendje kritike, ndërsa ata tjerë të anej, Dauti e Shkëllzeni, ata nuk e dishin që Ramushi është i plagosun, që ju këshim të regu hiq, absolut, për shkak se ndoshta mu i ke me ndodha dhe me ardhi kush, me munu me ardhi kush ma afru dhe ish problem se s'mujshë, se ne ishim të rëthum gjitha shpia, dhe me thonë, edhe ish problemi që edhe ndoshta mos mira morali, një farë forme, mi dregu që është plagur Ramushi. Po fati dashtja ditë që ushtria shqiptare ta fitoj atë betejë edhe preja sa e ditë të rinkembet. Dhe më pas ta fitoj edhe luftën. Absolut. Dhe në lirin e Kosovës, që ka orë si rezultati kësoj luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dikush e shfrytëzon këtë liri për të kërkuar pushkatimin e Ramush Haradinajt. Qa me i thonë këti njeri? Unë nuk kam përgjigje për këta, veç që tjetër përgjigje s'kam për këta. Dhe me thonë, veç do të mja boha dënën. Përgjigje për këta s'kam tjetër. Ose shteti do të me i marrë masat për këta njerës. Se nuk është e para, e dyta, e trejta, e katra. Dhe me thonë, është ka vazhdon. Më kujtu edhe një që arrestu në peqe e... Ky tjetëri me ples shqiptar, deli thot Sala Jasharit, ju se meritoni orin e këti vendi. Kush e meriton? Kush ma shumë? Kush? Se familja Jashari, ose familja tjetër. Qëfar gjaki dush me pas ti mi thonë familjes Jashari, ti nuk e meriton orin e Kosovës? Nështë se ka një uftë? Nuk ka lidhje. Sala Jashari është një deputete e re, e politike, s'ka lidhje. Por një ples në kokë, edhe mi thonë, Sala Jashari ti se meriton me thith orin e Kosovës, nuk di shka kom ështu ma shumë. Ndërku, tjetëri, pra e mbon emblemin e UÇK-s. Ka thonë që kishtë qenë edhe ushtari UÇK-s. A mundet në ushtari UÇK-s me kërku përshkatimin e komandantit UÇK-s? Unë mendoj, kjo është një kamuflim i tina, se nuk mundet një ushtari UÇK-s me bo thirrje për vrasje dikuj. Kur s'ka bo thirrje? Ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë partneri i NATO-s edhe i Bashkisë Ndërkombëtare, që ka përkran luft deri në maksimum edhe deri në lirinë e Kosovës. Vetëm një hap gabim të kishte bërë Ushtria Shqiptare e Kosovës, ne nuk kishim marrë mbështetje ndërkombëtare. Edhe këta njerëz, pra po them edhe një herë, këtyne duhet më bëha dhe ne. Këta njerëz, kush e meriton më shumë se qytetarët e Kosovës me thith arin e Kosovës?
Cili do t'jena i pa marrë parasysh? Për ata kem luftu. E vërtet, por... Për ata o dirë gjatë. Duke qenë se ke luftu dhe ke luftu bashkë me Ramush Haradinaj, jo vetëm me këtë betejën e 24 marsit, por edhe beteja tjera, dhe jenë edhe familjar, tash po më intereson kështu, duke qenë se një Ramush Haradinaj, a janë një Ramush Haradinaj kur i njën këtu deklarata kështu që bën për ta? Nuk njët mirë, menoj që nuk njët mirë, se e din që çka ka bo për këtë vend, s'menoj që njët mirë. Asnjë, jo Ramush Haradinaj, po asnjë ushtari i ndëror Kosovës. Asnjë qytetari i Kosovës nuk do të mundi mirë ku të njën këto thirrje. Cili do të jenë ai? S'ka rëndësi, thash edhe një herë, partia politike. Është mendim politik, është temë ditore. Ajo është diçka tjetër. Vlera luftës. Shpëria shkrimtare që ata ta sodhen lirin. Nështë e ka një notë, për shumë kërë shëket fotografi, dhe më thonë... Po nuk kem faj na. Na s'kem faj tash. Na është edhe keni faj. Po tash, diçka s'është në regull atër. Se diçka ju ka prish dikujna, diçka se... Tash që ju kanë prish matematikat dikujti, jetër unë s'kom faj. Këtu ma shumë ju kanë prish matematikat Serbis. Edhe Shqipëria ka më munu gjithë jetën njeve me na përshkatu, edhe me na vra. Gjithë jetën. Sot të egziston Serbia, ka më munu me na përshkatu, me na vra. E qaj që e për cilë gjuhën e Serbisë mranda në Kosovë, këtu duhet me ndërhyjnë institucionet. Që besoj që po ndërhyjnë. Duhet me ndërhyjnë shteti. Se shtet që është fitu edhe themelu me gjak e mënë. Këta duhet me ndërhyjnë dhe nuk duhet me elonë se ka njëherë, menoj, ligji i luftës është dashtë mu kalu. Po, ka njëherë kur e menon onën tjetër, duhet me i pa disa ftyra që si. Po, për me kuptu... Me kuptu realitetin ku jem të jetu. Bujar, këto ftyra ju e keni kuptu dhe ma herët si familje, po thamë si familje Haradinaj, për shambull, ke rasti darsme se Leonit. Po. Që edhe aty dhe më tha nuk konalin këta njerëz, të e sulmu familjen Haradinaj. Qa të thamë është? Që keni përritur si familje? Sulmuat djali herojt që kanë zënë Haradinaj. S'ka rëndësi kush e ka kryu atë dasë. S'ka rëndësi, ajo është një gëzim i një djalit vetëm që e kalon herojt shkëllëzën Haradinaj. Të pakten solidarizimi e dashtë i gjithë Kosovës me konë, shqyqyrë se një djallë, si që është Luan Haradinaj, një djallë korrekt, edhe një djallë që vazhdon mi shërby Kosovës, si kur baba i vetë, në ushtrinë e Kosovës. Ti bëhet një lënqim i tillë. Jo vetëm familjes tonë, po aty u përfshi dhe familja Jashari. Do me thonë, atëherë shka kemë me spjegu këtu ma. S'ki shka spjegu këtu ma. Jo, nuk mund është me shpjegu, për shumë për me folë për Ramush Haradinaj, në gjitha të që ka kalu një fotografi që tash, një piktur, jo fotografi që për shfaqet, të regon histori në ndodhur në vitin 1997 me 5 maja, po? 6 maj. 6 maj. Vrasja Leonit. Vrasja Leonit. Po... Në më thonë, e ka bort vllon e vrom... Përmi 2 orë gjysë. Në shpinë e ka marrë, i vron. Edhe vet i plagosur, e me shumë shok tjerë që kanë qenë atë ditë. Në më thonë, edhe Ramush Haradinaj ka vazhdu mos munalë. Në më thonë, edhe pse Leonin e ka varros, e dim që Leoni ka qenë, dihet tashma historikisht që Leoni ka qenë promotori i ushtrisë shqiptare të Kosovës, në atë kohë se ka qenë në shefi logjistikës, po një Luan që i ka pri gjitha rrugët që të shtinë në Kosovë në atë kohë, po të flasë për ju dhe 95, 96, 97, gjitha ta njerë që kanë hi në Kosovë, kanë hi për mes këti njeri, edhe vetë Ramushi. Në më thonë, është kogja ti me ronë, për mirë i marë vetë. Po, Ramushi nuk është që, në më thonë, është nalë këtu. Ramushi ka vazhdu, Ramushi ka varrosë dhe shkallëzenin me durët veta. E ka varrosë tjetërin, vlanë ta me tjetërin. Dhe më thonë, krejt kanë kalu në për durët tina. Po, e ka ditë që ku jem të shku. Dhe më thonë, pikësinimi ka qenë qlirimi i Kosovës. S'ka rëndësi sok
është domi, se ne kem ditë që keme pas dom. Se thojnë, dasën pa mish nuk ka, po domi ka qenë, kogja i madhë si familje, po nuk e kem këthy kryt asë njëherë. Kur e ke po Ramush Haradinajn, se me thonë, të rëndun emocionalisht, a ka pas në i moment edhe në luft, edhe mas lufte, edhe dje edhe sot edhe? Unë e mendoj që rastet gjatë luftës, do me thonë, ma shumë diko që është data 11 gushti, do me thonë ofenziva gusht ka qenë shumë e madhe në 98-ën Dugagjinë, edhe në konë ditë zorsh më shumë. A të kek plagos, po, e kemi dhe një fotografi në pikturë, realisht. Jënë vra shumë djemë zotë, edhe jënë plagos shumë djemë zotë. Ramushi, për shamull, një periudhë ka met gati krejt vetën, se jënë plagune, Dauti, Enveri, Shkëllzeni, me thonë, gati komplet struktura ka ra. Edhe pikrisht kjo, me thonë, plagë që e ku marrë 12 gushtit, unë e mënoj që atëherë kom pa ma shumë të emocionum Ramushin, për shkak se nështë Dauti ju plagu një ditë për paran. Po nuk është konë shumë teme ti, se i ka kaluaj që shtu. Po, kur i kanë thonë bujari e plagu rënda dhe po mduke që shkoj. Edhe kur ka arë të spitali e kom pa që o konë i rëzum, po i thash mu isha hala me folë edhe pak, i thash jo e kalo. Edhe aty e pash që paka shumë, se tash, kur e këthen në historinë mrapan, më thonë, me 24 mars, unë im konë bashkë me Ramushin, një shpija, dhe nështë ta ka diherjen që ato emocionet që të lidhin ma shumë, dhe me thonë, edhe në fakt ka qenë një plagë e ronë e imja, po e kum kalu edhe ato, po Ramushi... A ke momenti kur Ramushin e pe, se me thonë, të thynë? Menoj që po, edhe njerës që në konë aty, ofër e kanë po që Ramushi është pa kolik, një farforme. Një ditë ma eret ju plagos vlau. Vlau, Dauti ju plagu, Enveri ju plagu, dy vlasnit. Një ditë ma përpara, Dauti Enveri ju plagu, po jo. Edhe fatëbërsisht Ramushi, edhe pse jo veç na që im plagu e vra, po i në vra shumë djenë zotë. Edhe Ramushi asë njëherë nuk o kona i shtysi që s'na kalon nështë ta. Për shamull, kur o vra Shkëllzeni, nga jem demoralizu kogja shumë, po të kaldoj drejtë. Edhe unë personalisht. Po apet Ramushi ka qenë, dhe më thonë, e shtysi që të mos dorzohe, se kem ende punë me votë deri në lirin e Kosovës. Për fond, që ka ju thu të gjitha atyre që me që ka shletësi, dhe më thonë, i sulbojnë edhe Ramushin, edhe komandant tjerë, dhe ushtartë që kësë edhe invalid, edhe ty ndoshta? Une pres prej qytetarëve të Kosovës që vlerat e luftës edhe njerëz që kanë kontribu për këtë vend, se nuk është veç qështëria shtimtare e Kosovës, po ka shumë njerëz që kanë kontribu në periudat ndryshme. Ata duhet respektohen. E përsërita edhe njerë ma heret. Bindjet politike janë bindjet politike. Kiloj monash, janë tema ditore, mund është me dasht kondushti, me dasht ose me e shaj, politikisht, po jo komtarisht. Edhe lutja jeme është për këta njerëz. Veç thuna faleminderit bre sanë si më ka dojë ma shumë. Veç mos na shoni. Që kaq, veç mos na shoni. Lena të qetë o vla. Ashtu kështu shteti nuk u ka bo kur gjohë për këta njerëz. As një sanë heq. Dhe më thonë njën veteran nërë pagë minimale. Nuk miret kush ma qeshti. I merë 210 euro rogë. Qa ka me bo me 210 euro sot? Dhe me thonë, krejt jënë pjesa ma e madhe e njerëzve që sot nështë vujnë për pak sene. S'po të flasë se shteti duhet më kujtes për këta njerëz. Nuk jënë shumë. Ka tema caktume që nashta s'duhet me qenë. Po letë hinë t'i këshyrin. Kush o ka i nalë? Hinë e këshyrin. Urna. Shtetin e ki, prokurin e ki, gjukatën e ki, urna.
Po ko këshyronën tjetër ti? Me dokumentacion i ki 60.000 që kanë qenë shërbjus dikuj tjetër. Ta sha përdoj mi qelë temat. Dokument është. Po, dhe. Edhe na që ditëm pëse përdolin këta pishojnë që kanë, kur i kem këto statistika që... Une kom luftu për shdo njonin që jeton edhe mërë frimë sot në Kosovë. Edhe nëse nuk... Edhe jëm absolut kur pishmonë si bi për këtë punë. Po, vesh të mblenë rahat, bre. Vesh letë më thotë falimderit. More, vesh falimderit, vesh letë në rahat. As falimderit të ujë. Po, një falimderit do të pak të në mjallëfon këty një njerëzve. Jo mi shoh me i fi. Falimderit dhe një Se, problemi është tjetëri. Nëse nesër ka me pas nevoj Kosova, a ka me shku djali jam luft ma? Kur e shet që ka po i bojnë babës? A është një temë që duhet dikush mi diskutu që ta. Nëse nesër ka nevoj Kosova për mbrojtje, cili do të shkon me marë pushken? Unë e djallin tani kom pas në emision dhe kom pyet nëse në një rast lufte, a i bashkurës shlutës ta me knasin ma të modhe, kështë që... Absolut. A i nuk i ka, s'menoj, nuk besoj që menon dy herë. Po problemi është se ti e ka i demoralizon edhe generatat e reja që nesër me pas nevoj Kosova për mbrojtje. Aha, që këta ka nikë për veti, nuk i ikin tjertë. Këta që kanë gjetë ku mu strëhu, edhe qadrën ku me dalë me shajt prej aty, me dalë me shajt prej qeverisë Kosovës, prej parlamentit Kosovës, kjo të merë. Bujaron, të falenderit shumë që ishë sot në emisionin frontal. Falenderit e pjuve. Falenderit e ju të ndëruar shikues që kënë qëndruar me emisionin frontal, të përjabim fond për sot.